Ajo turpëroi veten e ratar, jo mua. Më kupton? Kjo zonja kishte kohë, domethënë që kishte lidhje. Unë vija domethënë në punë, kjo fliste punë batanisë një tjetër. Ky më ka dhunuar në mua dhe jam keq. Tash ti je që mund të shef familjen. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, mund të klikoni dhe të abonoheni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një të ri nga Vlora, i cili kërkon të reagoj pasi pa ish bashkëshorten përpara disa ditëve këtu në live me mua, pikërisht Alma Malaj, e cila prej disa muajve ishte larguar dhe kishte nisur një jetë të re me partneri në Greqi, por akuzoi ish bashkëshortin se ky fundit nuk e linte me vajzën të kishte kontakte. Ditën e sotme, Dorian Malaj do të jetë me mua, por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin kur Alma Malaj ka rrëfyer historinë e saj, dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Në moment që lindi Çupa, filluan të pse vin njerëzit e tu, pse vjen mamaja jote të të ndihmoj ty. Unë s'është se ja ka mbyll derën atyre, tani unë si them dot në time mos hajde. Dhunë fizike nuk mund të them, kanë qenë raste të rralla, po dhunë psikologjike me të sharë, me të ofenduar. Kur nuk funksionon, nuk funksionon, nuk ka një gjë që nuk shkon më. Atëherë e kuptoj që kish humbur vërtet. Mua se arritin atë pikë që vinte nga bazë, do bëj çfarë duash ti, ktheu me psikologen e me avokaten e tij, duke qenë se unë s'isha në Shqipëri, i menaxhoj gjërat në atë lloj mënyre që, si thon, i pagoj që e mori kujdestarit. Ka qenë momenti i vështirë kur u ndave me vajzën? Shumë. Kam qenë në shkurt që nuk flas me të. Kam asë një lloj ide, as ku është, as si është, as thjesht jetoj sepse kam këtë gjë, do iki që në orën 6:30 nga shtëpia dhe vin 12 natës edhe humb mendjen se jam në punë, po mos të isha në gjithë kohës në punë. Shumë e vështirë. Unë s'kam për ta lënë kurrë derisa ta marr. Që vetëm po ika nga kjo jetë, po për ndryshe se lë kurrë derisa ta marr pranë vetes, sepse di shumë mirë si jeton ai fëmijë atje. Sepse e kam parë me sytë e mi që bashkëshortja ati flinte gjumë, Çupa ngri, bënte tost vet, e kam me screenshot në telefon. E dëgjuam këtë nënë e cila tregoi momente të vështira që nuk ishte kontakte me vajzën dhe ish bashkëshorti Dorian Malaj e pengonte. Ky fundit kërkon që zëri i tij të dëgjohet, unë do hap dritaren dhe do e ftoj. Dorian, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar disa herë në fakt, pas atij live-i që ish gruaja jote ka qenë me mua. Po. Por çfarë ka ndodhur? Pse nuk e lë vajzën të flasi me nënën? Atëre nuk ka ndodhur asgjë përveç se ne historia jonë nis ne kemi rreth një 7 vjet e gjysmë 8 vjet martesë, më kupton? Po. Dhe historia nisi se zonja e kupton bëri tradhti bashkëtorë se ndaj po themu që nuk e ka shpjeguar ta mama jo historinë, mos siç ishte, më kupton? Për arsye se, një ditë me ditën, mbas kaq vitesh, më kupton, filluan ato problematikat, në fakt e kisha çuar në një punë tek një njeriu im, që punonte dimër bear aty, si sanitar hoteli. Po. Këtu në Radhim, po e ke idenë, po e ke idenë këtu në zonë të Radhimës. Po, e njoh. Dhe ishim në rregull çdo gjë, e kupton? Në rregull çdo gjë. Unë punoja, unë kam një profesion në fakt merrem kështu me punim me druri mobilime, më kupton? Punoj këtu i sponsuar, të drejtën, e kam këtu tek shtëpia e prindërve. Ndërsa vetë e kupton, me Almin morëm një shtëpi në Rikum, e blem, më kupton, me kredi. I qartë. Ishin fillimet. Mirë po zonja, një ditë papritur lajmëron prindërit e saj, për të ardhur tek shtëpia këtu te ne, më kupton, në Rikum. Pa ndërur fare. Vinë ata, kjo si duket kisha të shqetësimet e para, e kupton, si duket nga lidhja që krijoi, më kupton, si duket donte ta shfaqte, donte të fshihej, donte kështu. E them unë, çfarë ku keni problemi? Jo, s'më dëgjon Doriani, andaj këtë, thash, po s'kam ndonjë problem se të shkoj tani, Doriani tash punë ka krijuar, po në punë kemi futur. Ç'të shpinë morëm, ju duhet të gëzoni familjen. Jo, falet e prindë, ne kemi zgjedhur apo. Ai nuk e di në ankohet kjo. Atëherë pa ankohet kjo tash vit sa kohë juve, që qetësohet.
Jo jam me smuri, kështu e çomin për vizita si ndikte asgjë. E kupton? Kishte një problem me dëmballë dhe kështu, domethënë e çuam bërën dhe muhabet domethënë me atë të klinikës. Thaj na duhen X lekra për ta bërë këtë muhabet. E kupton? Për ta trajtuar si problematik te shëndetja e saj. E kupton? Në rregull, mbasi vetë domethënë kjo zonja, aty ishte gjithë historia. Mbasi vetë kjo domethënë e kupton te shtëpia e prindërve, që jetojnë në Nikël, ata sa jetojnë në Nikël Fushkryes, janë nga një fshat i Tiranës, nga Radheshi. Më kupton, dhe jetojnë në Nikël. Shkon atje kjo domethënë dhe bashkë me vajzën kjo. E kupton? Ndërkohë që gjërat tash si ishin kështu, i thash shko që se po ashtu e vizitoni dhe ju i thash e kupton edhe vite unë aty në Tiranë te mjeku më i mirë ande këtej ta vizitojnë. E shkojnë ata pyesin te një mjek e kështu nuk ka gjë, nuk ishte gjë. Kjo filloi ato domethënë të parat. Ikën në shtëpi kjo. Detyrohet kjo domethënë e kupton në gjithë ditë bukur mbas 7 ditë që ikën në shtëpi kjo. Tu nisi gjithë historia. Merr domethënë vajza kjo dhe largohet për në drejtim pa ditur në shtëpi. Më merr muaj domethënë ish vjerin, po muaj që ora po problemi është vetë mua se ajo ishte këtu do të vajti si për ndryshën ai. Po si ku i thash ç'është më bëhet? Se kam marrë vajzën e vogël. Vajza ishte domethënë atë ishte 5 vjeç, se kishte mos as 6. Ky më bëhet ka rreth 2 vjet. Tani mbush vajzat vetëm 18 mbush 7 vjeç. Se një vajzë kemi. Po, i dashur Dorian. Aty e marrën telefon, nuk përgjigje, nuk bëj. E po shtashun se ka dhënë këshillin e saj që komunikonte shpesh me të thashëm mos ka vënë kjo këshillira për momentin, e kupton? Ndërkohë që unë them drejt kisha nuatur sa gjëra. Po të them realisht domethënë jam ideal domethënë shumë i rregull, shumë i drejtë. Më kupton, e kam dashur këtë gjeri se ne me dashuri jemi marrë, kupton? Po, ma dhe nuk kam dashur domethënë me kupton që ta prishim këtë familje për arsye se një fëmijë kemi një fëmijë shumë të mrekullueshëm, shumë të mbar. Është një vajzë shumë e zgjuar, kupton, vajzën që kemi bashkë, dhe nuk kam dashur domethënë kupton që të shikojmë gjërat shumë dhe mos të nxitohej domethënë. Nëse do të ndaheshim, gjëra me pahin nuk ka, më kupton? Unë ndaheshim shumë bukur. Po ta nis historinë që na fillimi, e kupton? Po të dëgjoj. Shkon atje dhe më thot mua që domethënë unë do vi thotë hënë të sjell vajzën kjo. Ndërkohë që kjo kishte bërë një veprim, domethënë kjo ishte në vlorë, domethënë ata kishin ikur në shtëpi, kishin vajtë në vlorë, kishin vajtë këtu domethënë bashkëtuesi. Më kupton edhe kjo të nesër domethënë atë që më thamë tonë kisha kapur një avokat në rrugë atje. E njifte ky bashkëtuesi kishte që unë do ta hap gjyqi kishte ndaj burri. Pse kishte ndaj? Pra arsye se nuk shkojmë kam dhënë psikologjike gjëra kot. Më kupton ndërkohë që ky e kish lidhje. Ndoshta edhe ai ti ka thënë se kam idenë. Aty nisi pas ai konfrontimi, i them unë dëgjoj më i them unë nëse ne domethënë kupton nuk shkojmë se shikoj gjithmonë që thua që ankohesh e kështu. Ti do vazhdosh jetën tënde i thash, se je vajzë e re dhe unë do vazhdoj jetën time. Fëmijën i thash kush domethënë na kupton ku jeti aler gjykata, do i pagoj me detyrimin e shimurit, do kujdesim në dy i thash. E kupton? Për fëmijën. Dorian, në rregull. Të bëj një pyetje? Po. Në momentin që ish nusja Alma, se Alma ma ka treguar historinë dhe Alma më tregoi që gjërat u zbehen, nuk ishte më dashuri dhe ky ishte shkaku i ndarjes. Por ajo po s'kishte më mos e. Po se ndryri një person tjetër, po avash të shpjegon historinë dhe tani ti vuri domethënë pikati e familjare vet. Po kupton ti e ku ta di, nuk je domethënë je femër, nuk je mashkull. Po në vendin tim po ti domethënë do veproj shumë këtë më ndryshe domethënë. Po se do isha acaruar se do ta tregoj një histori se si ka ndodhur. Më kuptonin që mua domethënë ka rënë qaf. Kur kanë fjalë se për ndalën e gjithë, se do të dush bërë si e motës. Bides ka një shprehje domethënë babai me shaka. Martojnë para ditëve e masdite. Është bërë domethënë, po ideja është pse do ndodhin mua gjithë gjëra domethënë në këmbim domethënë e kupton të mirësisë për në këmbim domethënë të shërbimeve, në këmbim asnjë gjë si mungonte. E kupton, nuk dhun s'kishte, gjë s'kishte. Unë shkoja në këtë punë si thashë, futa në punë me dëshirë atje. Më kupton, nuk kishte ndonjë problematikë në sa natyre. Por ajo më tregoi Dorian që unë punoja te kushurinë e Dorianit. Por ai ishte shumë xheloz dhe më ka akuzuar për tradhti. Këtë gjë ma ka thënë Alma. Po tradhti, po tani, avash, po them unë tani. Mbasi ndodhen këto gjëra, domethënë nuk kuptoj që diçka nuk shkonte. Dhe një ditë natë domethënë e kupton, unë merr vasi për i them, do më sjellësh vajzën dhe domethënë merr vasi për domethënë e kupton, ndoshta e kam thënë në një fjalë domethënë tepër. Më merr mua zot në një telefon, domethënë bashkëtuesi sa dhe më shan mua dhe më shan në një fjalë domethënë e kupton që është shumë e rëndë, më kupton, mos ta përmendim. Tani si mund veproj jau? Shkojnë polici, unë drejtoj, më them kush është ky person. Erdhi puna e fsheu domethënë, e kupton, nuk e solli as ai, jam në Tiranë, jam në Gënjenin, të dy. E kupton se i thash, mos e këtu i thash. Unë jam i djalë që më jetë tërë domethënë zona këtu e Republikut, Radhin, Dukat, trajez gjitha. Nifem se bëhen me këtë profesion dhe kam qenë në shtëpi njerëzve. Dhe vish pyet se kush jam unë. Më kupton, nuk jam në ideal, kështu që e kupton dalë rrugë kështu, se thash, ajo turburoi veten në radar, jo mua, më kupton. Erdhi puna domethënë mos sqaruan në polici u bë me kështu. Dorian, më fal që ndërpres, është pak e rëndë. Ajo iku nga shtëpia dhe u zhduk, ndërkohë dhe prindit e saj nuk e dinin se ku ishte. Nuk e dinin, nuk e dinin. Ajo ku ishte realisht? Se ndoshta mund të ketë qenë realisht ishte te bashkëtuesi në një kastolle që kishte ai domethënë në Vlorë aty në lagje të Vlorës, në Muradi e quhet vendi. Më kupton, unë zbulova të gjitha gjëra, po mundesh domethënë 2-3 ditë, 4 ditë. Se unë pash pastaj domethënë zbulova telefonin, gjitha gjërat, kjo zonja kishte kohë, domethënë kishte lidhje.
Ndërkohë që lidhjen e kishte përforcuar domethënë motre këtij bashkëtuesit e punë atje te këshillirim, do të ka thënë më shumë çfarë do famë, do të ka thënë kimi, jashtë kim për tyre, mos më intereson, më kupton? Ndërkohë që thash kishte fëmijë në mes, nuk ishte ishte pa fëmijë. Ajo tani domethënë hipi domethënë kali për stratë, doli domethënë rrugëve. Ndërkohë që dakor, vazhdoi me gjykatën thashun, po ndaj, në rregull, vendos mund. Në momentin që u largua me vajzën, se vajza ishte të dyve, kur u përballet i për herë të parë me Almën, pasi ajo ishte larguar nga shtëpia, çfarë të tha? Po. Më tha ka gjë që ne do ndajemi, domethënë kupton se ne nuk shkojmë, fillojmë ato gjëra, i thashë ngjallma. Duhet mendosh mirë, thash për të pjesë, sepse po vajtëm gjykatën, thash nuk ka shumë, po s'ka ndonjë arsye, thotë, ne do ndash prapë domethënë bëra rolin e të mirit. Po do të ndash, thash mund ndash, po tani aktualisht kur jo kam në shtëpi me qira, jo, kjo ishte para se të më merrte mua dikush të më shanë telefonin, më kupton? Kjo është ide. Nga ish partneri i saj. Dorian, dua të flas. Ishte domethënë ai bashkëtuesi i saj, po. Bashkëtuesi. Shkon në gjykatë, kjo paraqitet sens, por nuk paraqitet më. Ndërkohë që domethënë dhe atë, domethënë adresën gjykatës nuk e di saktë. Thosh rri aty, rri këtu, i tha gjyqtari, po ku rri, ku e ke atë? Nuk rri aty, rri këtu, rri me qira, ku e ke adresën? Më kupton që do arsye se bëj dha për fëmijën. Po kupton? Mbas seancës tjetër kjo zonja nuk erdhi më. Më thotë mua do më sjellësh fëmijën, domethënë e kupton në Vlorë. U mor vesh që kjo domethënë bashkëton. Dëgjoj se kjo është domethënë nuk në Finlandia, se kudo që tjetër domethënë ajo është për në burr, nuk është për domethënë për të qëndruar jashtë. Po thuaj që ja mbathi dhe iku. Pse do thuash? Ja ta them unë. Më thotë mua do më sjellësh vajzën. Vajzën nuk e marrë dha 2 orë. Më merrte mua telefon vajza, kështu sa e çova unë vajzën, hajde merre vajzën. Ora se po, në fakt lartësia e rikupit domethënë me Vlorë është 18 kilometra. Më kupton, unë shkoj për materiale për gjëra dhe nuk u kushton gjë që vetë media. Për shembull, Elia domethënë një natë apo sa ta donte ajo dhe mira nesër pas nesër. Ndërkohë që vajza shumë e lidhur me mua. Kjo është e gjithë ideja. Është shumë e lidhur me mua, domethënë me prindët e mi, se unë thash unë kam prindë të afër. Dhe këtë kam mbështetë dhe i thash që në fillim, nëse ti thash e kupton, ndajemi si gjithë tjerët, me gjykatë me të gjitha, çfarë janë dëtuar meri dhe për vajzën. Thash e kupton, tu të shpjej thash çfarë do kërkosh, asnjë gjë më famose shpjesh me kredi, sa kish listur, më kupton? Asnjë gjë. Po dhe tua ishte vishë si zonjë, vishë e kupton, më thash, kishte domethënë vetëm gjëra, kishte 10.000 euro gjëra, po i kam marrë domethënë kupton që ja thash gjëra dhe tua meri, më kupton, meri si njeri. Dhe e kam shkuar në Vlorë, më thash kam bërë shumë gjëra. Po dëgjoj me vëmendje gjëra, domethënë çfarë bëra unë, edhe thot ajo pastaj që unë domethënë kupton, jam i trash, jam i olli, unë domethënë kam bërë shumë gjëra për atë njerëz, që ajo nuk më shtyen dot më të rjetën. Atë punën e saj vazhdoi jetën e saj. Unë thashë më shumë për vajzën, domethënë doja ta bëja këtë lloj komunikimi. Dorian, përpara se të më tregosh për vajzën, të bëj një pyetje. Po flas shumë hapur, edhe unë jam grua, edhe unë jam e martuar, dhe unë jam nënt. Një grua që largohet nga bashkëshorti do thotë ka një arsye. I ke bërë ndonjëherë pyetje vetes, ndoshta ke gabuar ti që ajo u largua nga ju? Asnjë lloj gabimi s'ka bërë unë, asnjë lloj gabimi me të, sepse thash ne u fut një person i tretë në mes, që ajo ashtu se ajo nuk është se për shembull unë dalë shkoj tek prindit. Dhe unë i thash ka gjë para se kësaj, mos i harroj gjëra sepse i kam si të regjistruar, domethënë po mos të lot shumë. I thash që nëse do shkosh tek prindit, do ta marrësh dhe vajzën, thash sepse unë nuk kam ata që ndaj vajzën nëna. Po ama duke qendruar në Shqipëri, më kupton drejt? Duke qendruar në Shqipëri, thash do ta marrësh dhe fëmijën. Unë në gjykatë i thash do them që domethënë fëmijën do ta mbaj nëna, nuk insistoj për të pjesë dhe do të paguaj edhe deri në ushqimor. Po duke qenë për shembull po me Tiranë me Niklën shkon, kupton se ja kush, nuk është nëse po që në Itali, unë sigurisht marr vajzën ta çoj në Itali, apo s'un kam njerëz, mund t'i ke dhe unë. Po kupton, është shumë larg edhe për atë dhe për mua. Iku kjo pjesë. Mbasi domethënë bashkëtoi kjo zonja rreth një 20 ditë domethënë me këtë bashkëtosin. Na ngjerë domethënë kjo edhe prapë, ndaj këtu do të dalë pjesa domethënë që çfarë fajtori jam unë ose domethënë ose çfarë çuli domethënë jam unë ose çfarë domethënë ish burri kam qenë për atë. Më merr mua telefon kjo më thot mua, dëgjoj si shpunam po thua. Unë i kam hallë këtu probleme shumë keq. Çfarë ke tash? Çfarë problemi ke? Se ti tani e kupton, mori bashkëtoi vazhdoi deri në gjykatë do ndajmë, e kupton? Më thot mua, jo, thot se si kam punën mirë, thot se ky më ka dhunuar, thot mua edhe jam keq thot, po ashtu, po çfarë do bësh tash? Si do ashtu? Më lëri thash të çojë prindin, do më kanë, do të për hir të fëmijës, një dhe për hir të viteve që kishim qenë bashkë, më kupton, unë prapë ja dash ndim. Ajo për fajtor mua, kupton më vetë. Më thot mua unë do të denoncoj mua, sepse unë shkoj shumë keq ai më dhunon thot. Ndërkohë që kjo kishte edhe lekë, unë kur e takoj domethënë që çoja disa herë për shembull vajzën në Vlorë, i jepja domethënë edhe lekë, 150.000 lekë të vjetra, 200.000 lekë. E kupton që kjo mos jele pa lekë, derisa ta vendosë gjykata. E kupton? Bravo. Se kjo nuk e kishte vendosur ku do rinte. Njëherë thosh do iki aty, njëherë thosh do iki në Spanjë, njëherë thosh do iki. Pra, u shpërndua fare si njeri. Domethënë ishte njeri, domethënë si them ty, i pa parashikueshëm, nuk merrej vesh se çfarë thoshte. E kupton? Unë ngrihem tani, domethënë me një personin tim, domethënë me njërin tim që punon domethënë në polici dhe i japim ndihmën kësaj. I shkojnë te policia domethënë tek shtëpia e zotnis, bashkë me këtë domethënë e kupton edhe kjo vetë domethënë bëj deklarimin në polici më ka dhunuar dhe kish dhunuar fakt e kupton. Mua më erdhi keq na kjo, na erdhi keq se unë në fund s'kisha punë fare të mesha me të. Po ta dija domethënë që kjo do vepronte prapë dhe mbrapa e kupton këtyre gjërave. Ndërkohë që unë ndihmova, lekë ishte zitar. Lekët e punës që prandon zonja, i ka marrë gjithë ajo dhe ajo s'ka dorëzuar asnjë lekë, më pas ka punuar, nuk ka kontribuar asnjë gjë.
Fare, as për shtëpi, as për gisha, unë, kjo kosë më që mbaj, dhe mirë për atë pjesë, e këpën se i kam shërbërë familjes time dhe kësaj vajze, nuk jam ishpën për atë pjesë, po kësota unë punoj, ajo nuk punoj fare, dhe lekët do me thëna, biles këtë dërshimtar, po të vish aty të pish dhe i kape dhe thuash kush i mori lekët. Më kupton, lekët e kam dorëzuar, i thash ke punor, vetë meri lekët, ndërkohë që kisha dhe lek tjera. Ndaj thashun që më vjeni natë, do me thënë ato biseda që ka bërë në telefon, e kupton me ty. Masi e shptojnë polici, masi e shptoj atje në polici, dhe me këtë, do më thëmë përfunduan prokurori. Edhe pse të tradhtoj ti vajte e shpëtove nga i dashuri, që e dhunonte, i shgrua. Unë në Itali, vajta unë do me thëmë pra puna unë vete dhe vete unë shtoj. Me rikesa, musha, biles unë kam dhe mesazhe këtu, kam dhe gjitha gjërat, më thashë dhe takoj në afër. Kam video të gjitha gjërat që kjo me vajzën, madje thashë, është më bukë të pjesa më lartë, për arsye sepse kjo ka qenë do me thëmë bashkë me fëmijën e vogël kush dhunua. Këtë duhet ta vërtetoj gjykata, kështu që ajo është për denoncuar nga ana ime, jo e denoncoj mua tani. E kupton? Ajo është për denoncuar për praktikë një dhe është denoncuar se ka qenë fëmia, domethënë e kupton atje në prani kur është dënuar. Kështu, gjykata nuk e pranoi këtë pjesë. Pavarësisht se fëmijën më dha mua, por nuk e pranoi se unë ja çova me fakte. Me fakte atje në tavolinë. Por çfarë ndodhi më pas? Ti e shpëtove nga personi që po e dhunonte. E shpëtova unë, po ja ta them unë çfarë ndodhi. E shpëtova unë, e kupton? Dhe i them unë, Alma, jo se shpunoj ta. Ne nuk vazhdojmë më bashkë. Më kupton? Do të vish tani të shtëpinë, domethënë e kupton? Deri në moment që ndaj gjykata e kemi bashkë deri disi. Më kupton? Do të vish tani shtu dhe ne këtë hapur. Bravo. Madje zgjodha unë do të thënë gjë që se bën njëri që unë të rrihet tek prindrit, të shtëpi prindrit ajo të rrinte atje me vajzë, të gjasme kupton, mos të shqetësoj, mos të bëj të rrihet atje. Në shtëpi. Ku ke shëtuar, kupton? Në shtëpi. I them, një ditë aty do të them as 2 ditë që muhabet, një ditë aty i them unë të shkoj te prindrit, aty ku do mora sepse ne kemi bërë dasëm, kemi bërë gjitha gjëra, ne kemi pasur shkushmëri shumë të saktë me e kupton me njerëzit e asaj. Dhe sot e kësaj ditë dhe do dalë edhe pjesa në fund do të them me njerëzit e asaj. I them do të çoj, po më thot mua më çoj. Në rregull, ndjem unë hipin makinë, marrë dhe vajzën domethënë me mbi atij. Them unë se shpuna. Këtu, ndërkohë që unë kisha lajmëruar babai, kur sa ikun në shtëpi, u mor vesh që ky vajte në një familje tjetër. Më kupton? Po shkon në një familje tjetër. E qartë. Në moment që ku në familje tjetër, normale vetë ndashim dhe e shkoj aty, i thamë bashkë i thashun, kam një faj, kemi një domethënë punë bashkë, ne i thas nuk na ka asnjë faj, ne kemi më shumë se djalin tonë, se kjo një vllaka, më kupton? Por nga ana tjetër më tha mua, kupton, kjo do qëndroj këtu dhe tani se s'kam punë me ty. Ju e dini thash, bëri sa vepra atje sa gjëra, domethënë e kupton, jo vras vetë se thashun ka pas presion papar dhe gjatë kohës, domethënë këto 2-3 vitet e fundit. Se si mund të thotë domethënë e kupton, gruaja jote në shtëpi thotë që do vras vetë do. Edhe e kisha thënë shpesh që nëse do ta vrasësh shko vritë te shtëpia jote, jo te shtëpia ime. Pra, ka një tip depresioni sepse e kupton, do në të nxirrte këtë problemi që kishte. Kjo është gjithë historia që më ka sjellë vërtet. Më kupton? Mbasi e çova ditë prindrit, më kupton? Mu lutën i thash unë do iki. Më kupton? Jo ti do rish do tha sepse ne kemi ngrënë buka i vite. Unë i thash pa problem, unë ri. Po nga ana tjetër nuk kam lezet ku më bëhesh. Se do ri unë më këtu. Kjo do ri. Pasi bëri këto veprime prapë dhe me ata. Do na u mbrojtje do të thënë te prindë asaj. Bëri ca veprime jo vras vetën, jo andej, jo këtë me ca komshinj atje, do të thënë këto mos ta dëgjoni komshin. Më kupton? Prapë më thot mua merr makinën, thot mos do ikim në shtëpi. Në shtëpi ikim dash pa problem fare, po prapë i thashun ne s'kemë punë se jo që jemi gjykat, por nuk kemi shmbyllur kjo histori se ti ke e kupton, ke traduar ke vajtur një tjetër, apo kam më bi. Kështu që nuk bëj gjë. Filloi pastaj domethënë e kupton kur mori pastaj domethënë lëvizje që ku fare nga shtëpia që çova dhe rrobat e kam çuar në Vlorë, tash nuk ta bën njeri ata. Më kupton nuk ta bën njeri, të çoj ty domethënë rrobat tek ish bashkëtuesi, burri jot e kupton? Ja kam çuar dhe rrobat i lash dhe fëmijën e shumë, më tha mua unë do iki jashtë. Ti do ikshi jashtë tash dakor, po fëmijën e Elën nuk ta japi se quhet Elë vajza. Elë nuk ta japi tash, kupton ti ik, të bëhet e mbari tash, bashkë me këtë zotin tash, e kupton? Bëni çfarë doni tash, po nga ana ime tash e kupton kënë gjë, vajza nuk ta japi tash. Më kupton kaq. Ti kur shkoje takoje Almën, takoje edhe të dashurin e saj? Jo. Ky që shau domethënë nuk po takoja, domethënë ky rinde matan, ishte sa këma ime, rinde matan, sa vajza ime, sa Elë rinde matan edhe i kishte se duhet sa që të afrohem. Erdhi tash unë afrohem tavolinë, tu vetë vi. Tash ti që mund të shef familjen tha. Jo tha ashtu. Familja në fakt nuk e ka prishti, tash e ka prish kjo. Më kupton? Kështu që i thash të vej mbar të dy vjet tash edhe moshë një i thash unë kupton një mashtruese nga tera. Vazhdoni tash të vej mbar. Me fëmijën tim i thash mos keni punë. Duhet ishin gjithë, do rish larg i thash gjërave të mia. Kaq, po ta them se të kësaj tash. U takove tani me mua dhe largovi tash, e kupton? Sa mund do ikin greqi? I ku duash, s'ka problem fare. Ndërkohë që prindit thashë, kupton, i ka dhe të moshuar, i ka dhe kështu, domethënë, dhe na ka mundësia na largësia, nuk kishin kohë ta ashtu se. Ajo gënjente domethënë kupton 24. Vjen babai domethënë tavolinë aty, që thoshte ti me shtëpi me qira, kuri më i vajzit thaj. Hajde me mua thon në Tiranë. Jo, se viun. E takoj njerëz të mi, takon Dexhaj, takon Julën gjithë gjyq. Jo se qenë njëri janë, më po ne na edhe kesit se ka pasur ishte një fëmijë dhe kaq vite se unë thashë ne doja kështu. Po kur u bën gjithë këto gjëra, normalisht nuk thoma njëri. Dhe unë po të bëja ato gjëra, ku më thonë ajo zonë, kështu që kjo është e gjithë historia që Alma domethënë kupton çdo gjë çat ka thënë aty, domethënë ka gënjur çdo gjë. Dhe sot e kësaj ditë ka ikur, nuk i di adresën se ku e ka. Dhe ky fëmijë që ka mund domethënë, marrë të shkëlqyera me gjyshrit,
Më kupton? E dërgoj domethënë si për festat fund vitit, rri na një muaj e gjysmë domethënë dhe beha në festat e pushimeve të verës. E kupton? Dhe nuk kemi asnjë gjë me ata. Por tani më habit Dorian, ti ke kontakte me ish-vjerrën, e çon vajzën atje dhe nënës nuk ja jep? Po nuk e jap nënën sepse nëna është larguar, po të ishte në Shqipëri nëna të takonte, se ka lënë gjykata me ligj atë. Kush nëna që s'e takon? Por çfarë ndodhi? Mund të më tregosh çfarë vendosi gjykata? Gjykata vendosi, domethënë e kupton takime siç bëhen, domethënë e kupton çdo fundjavë dhe për këto pushimet, më kupton? Edhe detyrimin ushqimor që ajo s'është përgjigjur asnjë ditë. Fare, asnjë s'është përgjigjur. Dorian, zakonisht gjykata kujdestarin ja jep nënës. Me çfarë motivi ta dha ty? Kujdestarin dhe ja hoqi të drejtën nënës. Motivi ishte domethënë e kupton sepse kjo u largua në drejtim pa ditur dhe kjo domethënë e kupton që ishte dhunë që përfundoi prokurori me bashkëtuesin atë që rrisot. Ka dhunë ajo. E kupton, dhe nesër unë do paraqitem në atë në gjykata ashtu do paraqitem. Me këtë video. Ka dhunë ajo, zotëri, nuk unë fëmijën tim nuk e lën. Nuk e lën domethënë qellit brestok me dhunues. Nuk e lën me dhunuesin. Sepse Alma nuk është zhdukur. Alma jeton në Greqi. Jeton në Greqi? Po. Po pse s'ka ardhur ata ku i fëmijën? Çfarë të bëjmë? Si e ata ku? Ju e dini që ajo ka nisur një proces gjyqësor? Po si, po unë kam informacioni sepse në moment që domethënë mbaroi procesin shkallë parë jemi në atë, jemi në apel. Po. Sepse Alma kërkon kujdestarin, por unë e kuptova. Kërkon kujdestarin, po s'ka si ta marri, domethënë e kupton se ka problematika të këto që thamë më para. Nuk e mendon. Gjithsesi ajo është e rritur e di vetë për jetën e saj, mami e keq është shkatruar familja juaj kaq shumë vite, martesë bashkë. Po shkatruar sepse e kupton, shkatruar sepse me një njerëz pa logjik normale do shkatruar se tani. Të bëj gjithë gjëra dhe vjen puna, ta shpërblej kështu, nuk shkon. Alma më tregoi që nuk ishte kontakte as me familjen e saj, pasi familja e saj nuk e kishte planuar ndarje. Nuk ka për të pasur ndonjëherë kontakte me asnjë. Do vazhdojmë me bashkëtuesin ta përdorim, siç po e përdorim rrugëve. Sepse ai për lekë mori, e kupton, lekët që i jep, ja unë lekët e mia sa unë ka bosh mua. Lekët e mia domethënë që i jepja për vajzën dhe lekët e punës të gjitha i përdori bashkëtuesi. Edhe domethënë dhe rrinë së vajzës. Kështu që ka shumë zezë Alma, kështu që jo, kjo është Alma e ka fajin vetë. Jo e rritën tjetër, ajo po të bëj çfarë dojmë, po me jetën e saj. Me fëmijë thash nuk ka punë. Nëse vjen këtu në Shqipëri thash, më kupton do jap adresë të saktë siç më kanë dhënë mua, se mua më kanë në shtëpi. Më kanë në bashkia në të gjitha gjërat. Na gjykatën në të gjitha. Kurri, me çfarë merresh? Vetëm në shkollë. Po dhe kur e merr në telefon se ndërprej ka qenë në këtë gjë. Ja ta them unë, se ka qenë ndërprej. Ndërprej ka qenë domethënë e tillë për arsye se kjo e merr dhe shqetëson. I tregonte domethënë Vigona domethënë e kupton që mami në spital. Ta rregullon mami të ç'është kjo mohabet. Po pse kjo është gjë me fëmijë, vetë mund të thoshte e kupton, të keqen mami, do vi mami do ashtu. Po jo si më merr mua telefonin, kam blerë sa gjëra të mua për shkollë. Po tani shkolla ka rregullat e saj, domethënë e kupton, nuk të lejon ti të bësh domethënë parti të shkollës. S'lejon, sepse do të marrësh lejën nga drejtori arsimor ose nga drejtori. Drejtoresha ata nuk lejohet. Një festë kështu. Kjo thoshte pra, ana domethënë kupton ka kaluar nga, domethënë nga një normal, anormal domethënë kupton me mendime. Mendon se bllokojnë për çdo gjë, nuk bllokoj për asgjë. Thash, po të isha për bllokuar, të kisha bllokuar që në fillim, jo të bëj gjithë gjëra. Që vetëm unë domethënë personoj inspektor policie në polici. Pranë. Sa kohë? Edhe shtoni edhe pa 4 forë policie domethënë për të shpuar armë. Ajo që aty do të hapë gojë fare me mua. Fare. Mirë pjesa tjetër, dakor. Unë s'pas kam qenë rregull, ai që shumë me rregull. Që aty domethënë e kupton? Që u të shtoj ty. Sa kohë ka vajza pa folur me nënën? Po ka qenë në shkurt. Por ju e keni bllokuar Almën, Dorian? E kemi bllokuar sepse mënyra se si flet domethënë e kupton, ndoshta nuk i pati faj asnjë djalës. Po. Vajza e kërkon? Jo, fare. Nuk e kërkon fare vajza. Vajza, domethënë, unë kam nisur domethënë jetën time, bashkëjetoj domethënë me një person tjetër, është në Gjirokastra. Nuk ka fare, s'janë vërteta fare, dhe thonë jo flo jo. Unë i shërbej unë vajzës time, unë shikon tim. E gjej kohën e mundësinë, që kam domethënë prindri, po e gjej kohën e mundësisë se kam gjitha kushtet në shtëpi dhe i shërbej dhe vajza është shembull. Do të nisë foto të vajzës, do të nisë çfarë duash ti, të shikosh. Do të kam fëmijë shembullor në ashtu në Rikum. E kupton, është domethënë ekselente. Është domethënë këto ka pri për mësime të gjitha gjërat. Do nisë dhe kurse, plus ju thash kanë prindin që ndihmoj. E kupton? Por më ndihmoj. Nuk e moj këtë pjesë sepse një pjesë domethënë po erri dhe këtu prefeksion kanë dhe punën këtu. Më kupton këtu dhe shtëpi prindërve. Dorian, jetojnë domethënë në shtëpi private, po. Alma më tregoi që kur nise bashkëtesën, sigurisht i ke jetën tënde, siç e ka nisur ajo jetën, do ta nisësh dhe ti, është normale kjo gjë. Patjetër. Por që kur Doriani nisi jetën, tha, me një tjetër grua, meraku i saj ishte vajza ku një ditë e kishte marrë në telefon dhe po e shikonte që ajo po gatuante vetë.
Jo, ma çfarë, s'ka lidhje, gatuan në vetë. Vajza nuk prekazim, vajzën e mbajsin mbretëresht të gjithë sepse të gjithë njerëzit e mirë duan e prekrajnë kështu. E ka parë tosta atje. Po le të bëj, shiko, vajza domethënë e kupton, bën tozë bëj. Madje vajzën e ka mësuar, është në makinë me mua, zbret domethënë e kupton, mund të marrë dhe një picë vet atje, dërgoj unë domethënë 5 metra na ashtu. E mësoj unë servisun vajzën domethënë që nesër të jetë domethënë shumë e shkatër, për vetë të saj. Më kupton, e mësoj me lekët, me resta me kështu. Pra, unë domethënë kam zgjedhur një gjë tjetër e bëj dhe nënën dhe babain, ndërkohë që domethënë ajo ka nevojë për nën, po. Nëse domethënë ajo kjo Alma do jetë ndërgjegjshme, thotë si njeri. E dish mua beti, ndodhi çfarë ndodhi, domethënë e kupton, unë si kërkoj më asnjë lloj gjë. As leka zgjat çish as tek, i kam thënë. Ndërkohë që i kam thënë, tapni në llogari, jo do i hashti domethënë me atë. Unë s'kam nevojë për lekët e saj, po kupton fare. Në botë jam mbyll vajzë domethënë kur vetë 18 vjeç, 20 vjeç të leq. Se nuk kam nevojë për lekët e saj. Unë vajzën e mbaj domethënë, e kupton vetë, nuk kam nevojë. Ajo do jashtë në tjetër çka gjetur. Do të tregoj mua ajo do jashtë, ndërkohë që deri dje domethënë e kupton, kush e mbahet, kush merr me atë, kush është soliste, kush e kupton, shkon edhe në muzikë live Alma me mua. Shkon edhe çdo me vajzën e tjetër ishin për mrekulli. Po thuaj që Lena domethënë në fund se kjo bëri traditë bashkëtorë. Kjo është e vërtetë. Nuk është e vërtetë kjo Alma. E kupton? Po futi i tretë mes. E qartë, dhe sa vite i qëndruat bashkë martesë? Po ne domethënë për rreth një vit e gjysmë domethënë kupton pa deklaruar në familje që takuheshim bërë një feshim shumë dhe rreth 10 vjet. Domethënë 10 vjet, 9 vjet, diçka 10 vjet. Dhe sinqerisht e keq që pas 10 viteve i keni dhënë fund gjithçkaje. Po i dhan fund sepse u futi personi tret, po mos ishte futur personi tret, çdo lloj gabimi që mund të kishte bërë Alma tjetër, përveç këtij gabimi edhe ti ishte sot ne ishim rregulluar shumë thjesht gjëra, se nuk ishte asgjë. Ajo punë kishte si thash, unë punë kam këtu, shtëpinë e morëm. Të gjithë ishte për mrekulli, nuk ishte asnjë lloj. Tani jetojmë si gjithë tjerës, po them në jetë luksi. Jetojmë normalisht. Nuk na mungonte asgjë. Dilmi me leça thot ajo. Dilte ajo në restorante në çdo vend kështu. E kishte për detyrë dilte kur do fjalë se tani njerëzit do punojnë dhe do argëtohen dhe do dalin, do pinë kafe, gjitha gjëra. Jam me një mentalitet tjetër se thashë unë më kam bërë domethënë jeta se unë kam bëj me shumë njerëz. Po kupton? Siç bëni dhe ju punën tuaj dhe unë për shembull komunikoj me shumë njerëz, merrem me shumë njerëz, merrem me aktivitete me biznesmen, me njerëz domethënë e kupton? Që bëj puna të ashtu të ndryshme, bëj domethënë e kupton porosira gjëra, nuk jam në njeri mbyllur unë dhe mora unë Almën, thash Almën e mora domethënë nga fshat dhe i hapa sy këtu. I hapa sy sa kjo zonë, mbase zonë e madhe nuk është. Në Bearë shumë e populluar, dim domethënë reduktohet, ku është qytet i afër. Me lëvizim, unë thash unë në Tiranë se bëja 2 në muaj. Ti shkoja 3 në muaj, e kupton? Shkoja atje, i thosha risa duash, bëj sa dua pra. Nga unë nuk isha asgjë. Tani ajo përfitoi domethënë nga kjo zemërgjërsi e madhe kështu bën këtë veprime. Arrin Alma unë shkoj në punë, po tani unë do punoj normale se kjo kredi do paguar, më kupton? Po shpenzimin e familjes gjithaj domethënë e kupton, unë jam shpara dhe shtullë profesore, kupton? Ajo është në mes domethënë shumë bukur që vazhdoj një punë, po s'mund thot ajo tani që do të shkoj në punë e harroj, mos harroj familjen. Familja ku e kisha në rregull. Ndërkohë që unë vija domethënë në punë, kjo fisë punë tani në një tjetër. Nuk shkoj më vet. Aq vetë për mua s'kishte pse ta bënte. Mua ajo mund ndaj, shumë thjesht, edhe thoshte jo, vazhdo të jetë në saj, çdo njeri do vazhdoj jetën e tij, do apo kam gabim, nuk. Qartë, po. Martesës tuaj i kishte ardhur fundi, është qartë, kjo gjë jeni divorcuar tashmë zyrtarisht, por gjithë problemi i Almës ishte vajza. Sigurisht ajo është nën. Përpos gabimeve që mund ketë bërë, janë gabime që do i pësoj vetë, por vajza është gjëna të ndahet nga nëna. Qoftë me një lidhje telefonike. Gardë Shqipëria dhe se takoj. Po është në Shqipëri, s'vjen. Po në kush, ajo vjen, dhe vjet ashtu i thoshte vaj, do vi unë, do vi mami, do vi s'vjen. Më dëgjoj, Dorian, një njeri jetën do ta bëj atje ku e ka më mirë. Ajo për momentin është në Greqi me partnerin e vet, e ka të pamundur të vi ndoshta ose mund të vi më vonë, por ideja është që në lidhje telefonike ti mund t'ja nxjerrësh vajzën. Dakor, mund t'ja nxjerr vajzën, po dhe do të flasësh si njeri se tani, domethënë ajo me gjithë gabimet që kanë bërë lart, unë duhet të bëjmë para fajtorin. Ç'është më bë? Jo, nuk është lidhja fajtor, ju të dy jeni të rritur. Ajo duhet, unë tani se po ajo duhet të ketë komunikim të flasë, duhet të ketë komunikim jetë të flasë. Po s'pa të komunikim, si mund dalë ajo tani të shajë në një tani se mos ta përmend me mbeturi rrugësh, mos jam mbeturi rrugësh, e kupton? Ata që merret ajo. Dorian, mund të dalë të shajë në telefon. Dorian. Po si mund të shajë në telefon, këtë do të thua do të dalë. Mos më nxjerr më person tjetër të shajë në telefon. Se kjo bashkëpunësia që kam unë nuk do të shajë, ditë si në kulturë dhe fëmia është lidhur aq shumë domethënë sa të tregoj edhe një foto, ka bërë vizatime. Sa arrin që dhe mama. Se mamaja si kushtu. Dakor, nuk merrem unë thashë në kategori, se ajo kategori domethënë e kupton, nuk s'po merr familja e saj, jo do merrem unë. Jo se bën mirë familja, po ideja është të fillojë njerëz janë. Po kupton? Çfarë thon tani son pastaj, të gjenjë të mashtrojnë, të bëjnë. Ajo soi një gjykatë gjithë vërtet. Edhe avokati i saj s'kishte informacion, vim thosh mua, çfarë ndodhi prokurori, çfarë ndodhi, si mund të dalë avokati i saj? Ose thotë jam me ty në mes gjykatës. Si mund thotë? Edhe del Alma thotë që ai është njëri trash. Si që jam njëri trashur? Pse jam njëri trashur? Me këto veprime. Po tani është e kundërta. E kupton, është ajo e trash, por super e trash.
Dorian, unë jam e sigurt që vajza ka nevojë për nënën. Ndoshta ajo nuk mund të shprehet, por Alma më tregoi që ishte vendosur meraku, kishte folur një herë me të bien që ishte vetëm në shtëpi dhe ajo të kishte marrë ty dhe ti i irrituar e kishe bllokuar nga telefoni. Unë dhe blokoj sepse ajo merr me mirë që merr me numër privat, si unë marr me numër privat, se unë privat si përgjigje mas një klienti, jo më përgjigje mas me numër privat, kështu që po them ka shumë të fshehta si njëri. Ka shumë se bën ndryshe edhe ndryshe, nuk më thash po të përballemi domethënë, e kupton? Na çoj në një aparat domethënë, e kupton, aparati i vërtetës që është ai, e kupton del ti habitesh, habitesh. Ajo të thash të gjen 20 darka, të gjen. Mirë. Të gjenjeshta nuk kalohet. Unë kam vazhduar jetën time. Nuk merrem më domethënë me gjenjeshta e kanë të kaluar. Dorian, unë ta jap si këshill, të flasim sikur jam motra jote. Nëse do të mirën e vajzës tënde, nga nëna mos e ndaj. Ajo do rritet dhe do t'i kuptojë vetë gjërat, por aman, nëse një ditë ajo do rritet dhe do kujtojë që babai ka qenë pengesë që ajo të ketë kontakte me nënën, do të urrej për gjithë jetën. Ma besoj këtë gjë. Dhe të urren se shikom. Nëna që faktor domethënë që iku për një tjetër, se babai si bëri që babai e rriti, vazhdon e rritë kështu me gjitha të mira, në fakt, është vërtet. Megjithatë tash, prapë hidhemi te pjesa kështu. Ajo kërkon me insistim, por nuk ka për maraz, thash se ka fakte aty se me një njeri dhunues dhe e kupton, nuk ka lejon njeri, absolutisht. As gjykata as ta çojë edhe në hën. Po nga ana tjetër, nëse ajo do vinë në Shqipëri, unë i thash dhe alternativën tjetër. Do vendosë në Shqipëri, do gjej një punë, ose do ketë marrëdhënie domethënë me familjen e saj. Me bashkëjetuese, me bashkëjetuesat, do çatoj. E kupton? Dhe unë jam i detyruar domethënë do i them merre, më kupton, do vite të takoj edhe unë. Të bëj një marrëveshje ku ta di unë te notera, ku ta di unë, e kupton? Se ne kemi mbyllur me gjyq. Të mbyllë atë gjyqin e asaj, ose edhe ta vazhdoj atë si të ndajë gjykata pastaj apeli, nëse vazhdojmë ato mendje. Dhe domethënë është më e zgjidhur kjo pjesë domethënë, kupton? Dhe vita takoj, ajo nëse do shkel, në blog, më kupton një moment direkt e ka takuar, kupton? Po që kjo si se nuk thash, mande me orë thosh më hajde merre se nuk ri, hajde merre se keni mësuar këtë. S'kem mësuar asgjë, apo është mirë, mrekulli. Nuk pasi vetë njëri keq. Unë jam e sigurt, Alma tha do vi shumë shpejt në Shqipëri për të vazhduar seancat gjyqësore dhe do luftoj për vajzën time. Po të vi, patjetër. Ajo ka drejtën e saj të luftojë me çfarë do po. Sepse gabimet që ka bërë Alma, nuk e bën sepse është ka me dhunë, ka 500 gjëra po. Dorian, gabimet që ka nuk ka një vend, nuk ka. Gabimet që ka bërë Alma apo gabimet që ke bërë ti nuk ka pse ti pësoj vajza e vogël. Dëgjoj, si është muhabeti. Po dhe ti je tani domethënë si mund ta lësh një fëmijë domethënë me një dhunues, ai është përdorus drogësh, e kupton, është. Jo, nëse situata është kaq dramatike në mënyrë absolute, gjykata di çfarë vendos. Nuk të lë, po sepse s'ka asnjë. Por se nëna të merr në telefon dhe të kërkon vajzën, jepja. Po të jap unë pa problem fare të marrë dhe tani ajo e merr në telefon marri, po ideja është të pak të flas njëri, jo të bëj mua të vazhdoj akoma me breshkullën sa fajtori. Tash kemi rënë ato, kemi mbyllur ato histori. Kemi mbyllur me gjykatën tjetër. Po si mund dalë atë ty të thotë gënjej, domethënë që na fjali e parë thotë Alma Male. Ç'le Alma Male? Si ka mundsi? Se unë kam drejt tani domethënë të kërkoj drejtin, si ka mundsi? Ta edhe në gjyq. Për mbiemrin që ka përdorur mbiemrin tënd, e qartë. Po s'ka se si tani, po pse të përdor mbiemrin? Çfarë është? Ka është mbyllur, pse? Se i vjen hidhur nga pjesa domethënë e kupton, nga pjesa që mos përmendën mbiemrin atyre, mos ta dëgjojnë ata. Ajo thashë kupton trupin e nderit dhe kështu ka për vetë të saj, për familjen e saj, mos mbërja asgjë tash. Kupton, unë jam djalë, tash jam 2 metra djalë, nuk e kam problem fare më joj gjithë më bëj. Tash jam munduar të respektoj maksimum, po gjëra që bëj nuk e. Shiko, e di si është vërtet. Unë domethënë do të them një diçka, unë ku tek puna domethënë që punoj kështu domethënë gjatë kohës kështu, kaq nuk e di. Më të rigjeni si gazetare kështu, dhe historitë e gjëra dhe dëgjoj gjithmonë histori. Dhe biles tani domethënë kisha një histori tënde. E kuptoj që po dëgjoj. Edhe po them, e kupton të gjë që nuk është se domethënë nuk i kisha asnjë lloj faji dhe ideja është për fëmijën thash vita takoj, vita bëj kështu, po jo të arrij domethënë të pesin në një muhabet atje, jo është i trash më ka thënë në katër dytë. Nuk mos jam i trash, unë jam i rritur domethënë shumë i komunikueshëm, jam shumë i rregull, shumë i sakt dhe nuk kam domethënë asnjë lloj. Më kupton, nuk kam asnjë lloj je ndjeri ofenduar nga fjalët që ka përdorur ndaj teje. Patjetër, po normale se thashë dhe ato luma akuzash që mund t'i kenë ardhur në drejtim të asaj, më kupton, i kanë ardhur sepse për një drejtë, se vërtet është kështu, nuk është ashtu si thotë ajo. Dakor? Ajo do ta nisë të vërtetë kështu që unë i ka bëra, i nisë kështu dhe atëherë pastaj do të thënë çdo njeri që gjykon thotë me vete, ndodhi si ndodhi domethënë si edhe ti, ndodhi si ndodhi domethënë e kupton edhe ka drejt për vajzën e kështu. Po jo të akuzoj mua. Mirë që bëri këto veprim, po vazhdon akuzon akoma mua. Nuk shkon. Po kupton. E qartë, të kuptoj drejt Dorian, por dua t'ja bëj një këshill të fundit. Nëse vajza të pyet për nënën, foli sa herë me dashuri.
Po patjetër, nuk është se patjetër ne nuk bëjmë fare biseda të tilla, domethënë me vajzën. S'është e vërtet fare që thotë jo s'do gjyshe, jo s'do me gjyshen është, me njerëzit është, me gjithë është, nuk ka lidhje fare me mbet e rrisi tash e kupton rritet. Tamam domethënë si një princesh tash. Dhe kjo domethënë bashkëpunëse që kam nuk është e vërtet fare, është lidhur aq shumë me të sa se ka iden fare, marrë me do habitet. Kupton kur ti në tavolinë domethënë po tjetër kjo domethënë bashkëpunëse që kam unë dhe vajza. Jashtëzakonisht, kështu që ti bësh fala, ti thua që e mban më mirë gjatë thuaj. Kështu që pavarësisht se ajo është nëna. Po nëna u largua tani se për efekt të jetës saj vazhdoi të bëjë çfarë doj. Nuk është se Dorian, nuk do rrim dot në jetë saj se çfarë mund të bëjë të vjet, kthehet atë mos kthehet. Thash, nëse do ishte në Shqipëri, shumë po do vejnë në shkojnë për marrë, vjen për marrë. As lloj legu s'ka paguar një plus i domethënë e kupton, s'ka që këtu. Po si mund të thotë në fundit do të them falë se të nga shumë kohë. Po si mund të thotë ajo domethënë e kupton që manis do të them vajzën në Greqi. Ti bëj një pasaportë manis vajzën në Greqi pa paguar atë. Po si mund të nisë vajzë 5 vjeç në Greqi? po jo, është normale. Po tani këto janë thënie të asaj se nuk janë shpikjet e mia, lutem tani. Nëse unë domethënë kam një shpikje nga këto domethënë e kupton, unë tash përgjigjem për çdo gjë. Por nuk kam asnjë shpikje. Jam shumë i drejtë për te. Dorian, Alma ka thënë Si kam regjistruar, asgjë si kam bërë se s'kam dashur merrem me këtë pjesë. Ajo të regjistron çfarë dojë, bëj çfarë dojë. Nuk e fiton më fëmijë tash me këto gjërash. Jam këtu, jam atje. Do iki këtu, do iki atje. Nuk e fiton më. Nëse nuk ishte një vend qendrimi dhe ajo normale dhe ajo do merrte se nënë është. Të kuptoj. Pikërisht Alma tha që ish vjera më ka marrë dhe më ka ofenduar. Po jo. Kur kam kërkuar vajzën të flas. Ka marrë për të sqaruar, i ka thënë, po, është e vërtetë. I ka thënë domethënë e kupton që për çfarë arsye domethënë e kupton mund ta bëjë këtë gjë, kur ne domethënë e kupton të shërbyen të bën as kish ashtu. Pastaj ajo s'ka shkushmëri asnjëri. Arrinte domethënë e kupton kur vinte këtu rinte koka poshtë. Njëri që është kokë poshtë është njëri që thot mirë nga njëri dirama, njëri i shkurtër dhe kokë poshtë nuk don dhe fare, kupton. Dhe kaq sa kemi zgjatur se në drejtë kam qenë unë si Dorian ose si Dori, domethënë që kam zgjatur se ishte në një tjetër i shkurtër që vitin e parë. E kish dukur, më kupton? Po. E kam marrë unë jam djali, ashtu kam besuar tek ajo kam bërë. Kam dashur të integroj ta bëj, nuk ditë fare atë çish puna, as fare. E kupton, kam dashur edhe ta integroj ta bëj në punë, jetë, në gjitha gjërat për të parë, kjo është jeta, kjo është ashtu, vishe shumë bësh. Sepse vjen në fshat ajo, në fshat janë ndoshta, nëse s'janë në fshat po. Kam lidhur të bizon që është më avancuar. Po kupton, në fshat vjen ajo, është një fshat, si thash atje edhe kur kemi marrë që është martuar, aty ka qenë në fshat, nuk ka qenë në Nikël. Më kupton? Kështu që nuk e më thash, ja kam bërë dallë gjitha, nuk merr fare me këtë pjesë. Lidhje me fëmijët tash thjesht aldër qet. Nëse do vinë në Shqipëri tash, pra ti i gatshëm, nëse Alma vjen në Shqipëri qoftë dhe nesër ti i gatshëm që vajza të takojë nënën. Po ta takoj, po të takoj se tani nuk e çaj bën asaj, do të takoj se është nën. Më kupton? Po që vajza do të kthehet prapë te mua sepse ndjek si tash ka shkollën, ka gjithë drejtimin, ka gjithë gjërat. Më kupton? Dorian, ne pengojmë në shkollë. Ju e dëgjuat me vëmendje live-in kur Alma ishte me mua. Ajo të dha një mesazh. Ti kërkon të japësh një mesazh? Asnjë mesazhi. Ti them vetëm kaq, domethënë kupton që mos më bën fajtor mua, domethënë ose trego reale, domethënë kupton, mos gënjej mos siç ke gënjur, se nuk ka nevojë mua. Nuk është e nevojshme më të gënjej, se nuk ka, ajo të vazhdoj jetën e saj. Po ideja është nuk ka pse të gënjej. Edhe të fëmijën domethënë ta lër qet, kaq. Jo ta marr telefonin ta shqetësoj, se ke shqetëson fëmijën. Ai e kam mundur down. Nuk është vërtet me bashkëtuese ne, nuk ka lidhje fare. Ja kur bashkëtuese, madje më ka thënë mua që ta takoj një ditë atë. Almën e ditem që ja ky është fëmia jot, ja kështu e marrë domethënë e kupton, e merret i mbaje. Po kupton, po pak mos e shqetëso, kaq, vetëm këtë bën. Mos e shqetëso. Dorian, unë të falenderoj që më telefonove, të uroj fat dhe lumturi dhe dashuri me partneren tënde të re dhe uroj që vajza. Falenderoj jashtë mbarësi dhe juve, dhe uroj që e vogla juaj. Uroj që e vogla juaj të rritet me dashurinë tënde edhe të nënës. Të falenderoj shumë dhe ti punë të mbarë, ti je mirë dhe falenderoj për gjithçka. Faleminderit dhe ju. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj të gjithëve ju që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë e live-eve të mia, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.